U zgjova mbrëm ora 1 natës edhe mora të ha buk me djalin e vogël. Dhe jastuku i kauçave ra, lëvizi. Elhamdulillah që po e pyet një hoxhë i cili nuk ta bën tragjike këtë mesele, se po të kishe pyet në e plak të kishë thonë, peshe, je qu vakt e pa vakt me hangër buk. A hahet buk në ora 1 natës? Për që ato të ka lëviz shaj kjo është që ka me ndodhë diqka. Jo, motër. Mos ju beso këtyne seneve. Janë gjana që s'ka lidhe, nuk do me thonë që ka ardhë aty e gjinje, shejtani dhe ka lujt ata. Shumë ma me relax mërë një senet. Ka qenë jashtëku në vendin e vetë, me kalimin e kohës tu zbut, ose tu mledh, i ka momenti me raqa aty. Pse na detyrimisht me i lidh gjanat me ku me dit ku me i gjujt, e me u bon vezves, e me u tut me nejt në të shpi, Jo, i motër. Ty të pas bon mirë buka 1 natës, po nuk është e shëndetshme me hangër në aspektin mjekësor, e me rame njëherë, po gjithsesi janë gjanat që ndodhen, e veç të pas bon mirë ty edhe djalit tanë.